Thot Ibnul Qayyim rahimahullah në librin e tij Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya: "Ma min amrin amara Allahu bih aw nahyan naha Allahu anhu illa wa lish-shaytani nazghatani." Nuk ka urdhër që ka urdhëruar Allahu, apo ndalesë që ka ndaluar Allahu, apo i dërguar i tij, illa wa lish-shaytan, përveç se shejtani ka dy mënyra të devijimit. Imma ifrat wa imma tafrit. Ose e shtyn që ti të kaloj, pra të jetë ekstrem në praktikimin e fesë, pra të i kalon kufit rregullat islame, ose ka të frit, pa kujdesi, neglizhencë, i neglizhon ato. Është i shtur dhe i pa kujdesshëm ndaj rregullave, ndaj praktikimit të sunetit. Prandaj, devijimi nga rruga, nga menaxhe ehli sunna, nga grupi i shpëtuar, nuk është që njeriu vetëm zhytet në haram, në mëkate, madje mëkatet nuk e nxjerrin nga rruga ehli sunna, por bidatet, bindjet, devijimet në akide, menhej, këto janë ato që nxjerrin nga rruga ehli sunna. Prandaj ekstremi tjetër që janë Khawarij dhe të ngjashëm me ta, që ecin rrugën e tyre, që teprojnë në teprim, pra kanë ifrat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka qartësuar se kur e ka vizatuar në shkret e tij një vizë, pastaj ana djathtë dhe majt, në çdo rrugë ka një shejtan që thret. Dhe kjo aludon sa shumë ka thirrë sa më largu nga rruga e vërtetë. Çdo thirrës ka metodën e vet, devijimi ka ngjyra të ndryshme. Për këtë Ibnul Qayyim rahimullah ka shkruar një libër Ighathatul Lahfan, pra shpëtimi i të dëshpëruarit min masajid e shejtan, nga kurthat e shejtanit. Ighathatul Lahfan, pra duhet të ndihmojmë atij që kërkon ndihmë. Nga kush? Nga mëkajt masajid e shejtan, nga kurthat e shejtanit, sepse shejtani ka shumë kurtha. Për këtë është fjala e selefit: "Iyyakum wa buniyat at-tariq", keni kujdes nga shtigjet anësore të rrugës. Pra njeriu duhet të ecë drejt, qartë, të mos anoj majtas, djathas, po të ecë në rrugën: "Wa anna hadha sirati mustaqima", kjo është rruga ime drejt, fattabi'uhu, pasonat wala tattabi'us subul, dhe mos i ndjekni rrugice, fraksionet, grupet.